Po vion puna për rikthimin në funksion të kanalit vaditës Dunavec-Ventrok, një prej infrastrukturave më të rëndësishme për vaditjen e tokave bujqësore në fushën e Korçës. Ndërhyrja ka nisur pas dëmtimeve të shkaktuara nga reshjet e fundit, të cilat krijuan probleme në qarkullimin normal të ujit. Puna është përqendruar në riparimin e pjesëve të dëmtuara të kanalit, me qëllim rikthimin e tij në funksion të plot, sa më shpejt jetë e mundur. Ka patur dëmtime të mëdha në reshjet, sidomos që në fshati Po Lejnë deri në lumi Frashi që i themi ne në Voskop. Tash me këtë rehabilitimin që po bëjnë këta, duket gjë e mirë, po mirë është të bëhet me beton dhe eliminohen shumë gjëra. Ka bërë dëmtime në ara, erozion. Fermerët e zonës thonë se kanalet janë pastruar vit pas viti dhe nuk kanë pasur probleme. Përmbytje s'ka pasur këtu se kanalizimet mirë janë jo keq, i pastrojnë her pas here. Kanali vaditës Dunavec-Ventrok shërben për furnizimin me ujë të një sipërfaqeje të konsiderueshme tokash bujqësore, të cilat kultivohen nga fermerët e zonës. Për këtë arsye, rikthimi i tij në funksion është një element i rëndësishëm për zhvillimin e aktivitetit bujqësor dhe përritjen e prodhimit. Fermerët në këtë zonë kultivojnë kryesisht dru frutor, si pemtore me qershi, mollë e kumblla, si dhe perime ku më kryesoret janë qepët, lakrat, patatet e misri.